Shoqëria Rajonale e Ujësisë Kanalizime Sharë duke përfunduar punimet për rrjetin e ri të furnizimit me ujë në qytetin e Shkodrës për shkak të lidhjeve që do të bëhen në rrjetin e ri, ditën e premten 5 qershor do ketë kufizim të furnizimit me ujë nga ora 12 deri në orën 24. Inxhinieri Ardit Muçaj tregon zonet e prekur nga kufizimi me ujë, si edhe fton qytetarët që të marrin masat e nevojshme, ndërkohë për shkak të rrjetit të ri të ujësisë, të gjithë ata qytetarë që nuk janë abonent duhet paraqiten në zyrët e kujdesit për klientin për të nënshkruar kontratat me ujësinë e Shkodrës në mënyrë që të mos penalizohen në furnizimin me ujë të pijshëm. Punimeve për ndërtimin e rrjetit të ri shpërndarjes të ujësisë Shkodër të investuar nga KFV-ja gjermane, po vjen faza e lidhjes së rrjetit dhe funksionalizimit të tij. Si rrjedhoi ditëve në vazhdim do ketë në hyrje në rrjetin ekzistues të qytetit të furnizimit me ujë dhe do sjell kufizime kryesisht për lagjet në qendër qytetit, zonën e Rusit, zonën e spitaleve dhe zonën e Dobraqit. Kufizimet do jenë me orare deri në momentin e kryerjes së ndërhyrjeve. Kërkojmë mirëkuptimin e njerëzve për këtë pjesë, por punimet janë drejt finalizimit dhe mbylljes. Ndërprerjet do bëhen nga ora 12 deri në orën 24 darkë, prandaj lutim qytetarët që të marrin masat e nevojshme për këtë ndërprerje. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të sjell në vëmendje çështjen e kontratave për të gjithë abonentët e ri dhe ato të vjetër, të cilët duhet të furnizohen nga rrjeti i ri i shpërndarjes. Paraqiten para pranzyrave të shërbimit klientit, ndjekun hapat e nevojshme për plotësimin e procedurës në kohë. Tubacionet e vjetra, rrjeti i vjetër shpërndarës do të nxjerret jashtë funksionit dhe do funksionalizohet vetëm rrjeti i ri. Si rrjedhoi, synojmë që të mos ketë abonent të cilët penalizohen nga mungesa e ujit të pijshëm. Mos realizimi i kësaj procedure mund të sjellë vonesa në furnizimin me ujë të abonentëve. Gjatë këtyre ditëve, qytetarët e ftohen që të informohen përmes faqeve zyrtare të ujësisë të Shkodrës për ditët dhe oraret kur mund të ketë kufizim të ujit të pijshëm, derisa të vijë në funksion në plot rrjeti i ri që është drejt fundit.